ekonomik bën që një pjesë të punëve fizike të zëvendësohen nga makineritë e ndryshme, duke ia lehtësuar punën punëtorit. Të mos flasim për administratën ose profesione tjera, ku ndenja pranë aparateve që rrezatojnë është më shumë se 7 orë gjatë 5 ditëve pune. Tërë kësaj duhet shtuar ajrin e ndotur, mos pasja e gjelbrimit të mjaftueshëm në atmosferat urbane dhe ushqimimi jo cilësor. Mbase kjo listë mund të jetë edhe më e gjatë, por kësaj radhe do e lëm me kaq. Ndoshta këto ishin arsye të mjaftueshme që t'u bind të dilni nga këto pranga të jetës moderne. Por do pyesni si dhe ku. Kur ca bjeshkatar më bën ftesën e njëjtë, unë atë kohë u mundova të gjej vetes motiv. Fillova të lakoj emrin bjeshk dhe më kujtua se bjeshk është përveç oronim. Mund të jetë edhe gjithsesi akronim, ku B-ja do ishte bukuri, J-ja jetë gjatësi, E-ja ekologji, Sh-ja shëndet, K-ja kondicion dhe E-ja është parajsa vetë. Këtë e pranuan edhe bjeshkatarët tjerë. Shpesh kur humbnim motivin, e rikujtonim akronimin dhe kthehet vullneti për rrugëtim dhe ngjitje në maj. Por ç'është de facto bjeshkataria? Do të mundohem t'ua prezentoj në këtë emision gjatë marshit të disa shoqatave dhe shoqërive bjeshkatare që u nisën nga Kolçani i Epër në drejtim të majës Guri i Shkyer në Kitk. Bjeshkatarët nuk respektojnë kushtet e motit dhe nuk garojnë mes veti, por garojnë me veten. Janë mbrojtës të natyrës. Nuk ndalojnë dimër as verë, por cila është pajisja e nevojshme për të bërë bjeshkatari. Nga pjesët më kryesore të bjeshkatarit është jetë i spikatur njerë me një njohuri themelore për bjeshkën dhe për pajisjet se si duhen të përdorur. Po ja fillojmë më së pari me pajisjen e parë që është shumë e rëndësishme. Kjo është një çantë e vogël, pa këtë çantë nuk duhet të shkojmë askund. Këtu i kemi dokumentat e identifikimit, po ashtu edhe kartelat ose të hollat. Pa këte nuk shkojmë askund, se s'na lejojnë kushtet. Këtu i kemi do pajisje teknike. Kjo është Motorola për lidhje, telefoni celular. Edhe kjo është pajisje, është drita që e vendojmë në kokë ose në bazë. Prej pajisjeve teknike janë edhe shkopit të cilët na ndihmojnë kur shkojmë në bjeshk atje. Këtu e kemi një jelek fluorescent të cilët kur shkojmë në bjeshk më mirë është që mos na shënjestrojnë gjyqtarët të jemi prej e tyre. Pastaj te kalum bilbilin. Bilbili është për të ba signale nëse duhet të ndalemi ose i bëjmë marrëveshje signalet edhe për ata i kemi. Nëse ka ndonjë rrezik me ata e konfirmojmë që kemi. Këtu i kemi edhe çorapet, rezervë, pastaj kemi këtu dorza, rastësisht për ndonjë bëjmë për mbrojtjen e vetë trupit tonë nëse në bjeshk me njerë ndrohet situata klimatike. Këtu kemi një sharë të cilët mund të përdorim atje për të prerë drujt, apo? Këtu e kemi thikën për mbjetes, kjo është si thika e Rambo Knife, si thonë. Këtu i kemi rokzinat të cilët na mbrojnë prej rishrave, prej kafshimit të gjarprive, po ashtu edhe kur është bora e thellë që mos të futet bora në për këpucët tona. Këtu e kemi një peshkir për cilë të fshim djerësët duke shkuar në bjeshk. Këtu po ashtu e kemi edhe në krah e vendojmë dhe njëherë këtu se s'kemi ko edhe i fshim djerësët me këte. Pastaj duhet kemi petka rezervë të cilët kur djerësitemi ti ndërrojmë. Kjo është një pajisje Gore-Tex e cila na mbron prej erës dhe prej ujit. Këtu e kemi një ulëse kur shkojmë në bjeshk atje që mos të ftohemi kur bëjmë dhe një pushim të shkurtër. Këtu e kemi ndihmën e parë,
Këtu është edhe ushqimi, se pa ushqim nuk shkon, ashtu? Këtu po ashtu janë do pajisje rezervë, edhe kjo është Gore-Tex, po ashtu. Këtu do i kemi do pajisje alpiniste, do litar special, këtu janë edhe këto karabinët i kemi këtu. Pajisje teknike kjo është brezi të cilin e përdorim do i vend ku është rizik ashtu, e vendosim kështu në trupin ton. Tu i kemi po ashtu edhe do pajisje tjera, karabin, pajisje kemi shumë, këto janë rezerva rokzina, kemi rezervë, pantolone, edhe syza, kjo është pajisje kur shkëm në lartë atje prej rezeve, ultravioletet në mbroj, po ashtu edhe do i pomat që mos na djek dielli. Edhe kjo është edhe çanta ose strajsa si thojmë ne, edhe këto pajisje tjera që i kam me veti. Cilat mund të jenë ato pajisje të cilët kur shkohet në formë të organizuar duhet t'i kenë udhëheqësit e grupit? Po kur shkohet në formë të organizuar kemi për zona tura 1 ditore ose gjysmë ditore, 2 ditore edhe më shumë kur janë, më varet prej kohës edhe ashtu pajisjet. Po prej pajisjeve më të rëndësishme është ushqimi, uji, haruam atje për uji të tregojmë, po ku shkojmë në Bjeshk atje kemi uji me bollëk, na ka dhënë krijuesi. Takimi ishte caktuar në ora 9 në Kolçan Tepër, ku bën ca foto për kujtim dhe për disa këshilla dhe njoftime me disa specifika të terrenit, si dhe rrutën e marshit. Gjithja filloi, organizatori kësaj radhe ishte SHBE Shkupi. Kryetari i kësaj shoqate shpalos disa detaje nga ky marsh. Gjithë këto bjeshkatar nga rajoni dhe Maqedonia e Shkupi, sot e kanë zbukuruar këtë anën e Karshiakës, dhe fillimi do t'jetë domethënë nga fshati Koliçani e Epër, ku gjendet këto, ne jemi tash pak mbi fshatin Koliçan dhe do të nisemi në drejtim të majës së Kitkës. Në maje guri domethënë quhet guri i Shkim. I ka 1588 metrë lartësi mbedetare. Këtu ku gjendemi është lartësia mbedetare dikon rreth 600 metre. Domethënë Cilët janë pjesëmarrës në këtë marsh? Këtë shoqate? Po, pjesëmarrës ka, domethënë duke filluar nga Shkupi, Maqedonia, nga Kosova, Shqipëria, Serbia, domethënë Lugina e Preshevës e kështu me radhë. Edhe pse tash jemi pas 2 viteve jemi në shoqat e konsolidor me antar me përvojë, tash kemi edhe udhëhes të licencor, domethënë unë e ceka edhe në tubimin e pramshëm. Për fat mirë, domethënë kemi arritje, kemi udhëhes të shkolluar dhe besoj se do të rredhë gjithçka në rregull. Mysafirët nga Turqia, ndonë se vinë nga një teren ku ka shumë maja të larta, pëlqen bukurinë e kësaj pjese të Maqedonisë. Burada zirveden çok buradaki Nuk është me rasti naltë që janë bidetare. Na për një me kemi majet e nalta, por shoqënia edhe mikpritja e njerëzve, kjo na pëlqen neve edhe kjo na e gëzon. Şu anda gayet güzel geçiyor. Yani güzel dostlarla tanışıyoruz, kaynaşıyoruz ve burada olmaktan çok mutluyum. Kjo është era e parë që jemi në Shkup. Parë vjetë kemi qenë në Negotino, Maqedonisë. Shumë po na gëzon mikpritja bujare e shqiptarëve dhe shpresojmë se do të vinë prapë, por presim edhe juve. Në Kosovë bjeshkataria ka një histori më të vjetër, kurse me të drejtë mund të thuhet se ndër ata që ndihmoi institucionalizimin e bjeshkatarisë është veterani i saj Ejup Maxhere. Unë merrem me bjeshkatari prej vitit 1957, pothuajse në 2 shekuj po bëj pjesë dhe jam një ndër themelues të federatës të pas luftës së ri, themelim, dhe kam qenë të gjitha funksionet në federatën. Atëherë ish lidhja e bjeshkatarëve e Kosovës, kam qenë ja 3 mandate, ka 4 vjet kryetari shoqërisë bjeshkatare Prishtina dhe plot 3 mandate pas luftës
kryetari i Federatës Bjeshkatare Alpiniste të Kosovës. Kam pas edhe ato bukur shumë sfida, po thom ishte Mont Blanc një sfidë, një herë kam qenë 3 herë, po sfidë bajagi e madhe ku ishte kohë shumë e vështirë dhe të gjithë edhe guidat dhe ishin se duhet mu kthy. Mirë, po unë tash unë nëse kthehemi unë prap do të shkoj nalt. Dhe ja dulëm. Kemi pas edhe një sfidë jashtëzakonisht madhe në Demavand në Iran. Atje në temperatura në kryeqytet, në Teheran ishte 51 gradë, në 3500 metra bike shi dhe borë, në 4000 diçka metra bike borë madhe dhe për një orë radë dikun ka afër 1 metër. Ne shkum drejt majës, u kthym një 300 metra prap dhe në mbulun tendat dhe vendosëm që me nejt 2 ditë me pushu. Por u qel për 10-15 minuta, edhe në nalësia e ka atë vetën, shumë shpejt, po, ndrimet të mëdha, shtinet, dhe fillum shkum nalt. Njëjtën ditë erdhe një Italian edhe një Frances. Kështu që ata hynë tentonën, pinë qaj, sen edhe po thonë, po shkojmë që ti shtegu. Mu thash jo, s'ju preferoj, na ishëm ekspedit e Kosovës, e Prishtinës, unë isha u theq, thash, ne kemi zgjedh qito pak ma të lehtë. Jo naknej. Mas 2 orëve, helikopteri pëlshon ato fletushkat, mos shkoni nalë se është rrezik. Dytë kishim vdekur. Dhe ka qenë një trishtim djentëri. Të bëni një sublimim të jetës suaj si bjeshkatar, nga fillimi deri sot. Pa, shka me thonë, si ri, si thmi, këm pas qef mund gjitë në bjeshk, ma të vogla, ndashtat 500 metra në alësim bitetare, dhe ashtu gjithë kisha dëshirë në muaj dikun me hypë, nalë dikun. Kisha ambicijet në. Mirë po, gradualisht, në zonë që shkollës të mesme, mora dhe një post sekretar shoqërisë atje ku isha i vetmi shqiptar, dhe fillova rrugtimin drejt bjeshkatarisë. Kam marrë pjesë në shumë akcione, dikun afër 1700 aksionet nivelit ish Jugoslavisë. Kam qenë organizatori takimeve të Jugoslavisë, kam qenë pjesë mars në Bogomil, tu ka qenë një marsh i madh dikur, kinse dhe luftë kushtet kaltërt, dhe kam pushtu shumë maje, po thëmë të gjitha në Ballkan, në Evropë, po Himalajet më kanë met pikësynimi i fundit, Kilimanjaro, ishta në gjitha këto, po Himalajet më kanë met shpirte dhe sigurisht që nuk muj me arrit atë, që kom pas dëshirë me arritën, po dikur s'ka pas kushte materiale, tani s'ka kushte fizike. Pa që t'jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Faleminderit edhe juve ju dëshiroj punë të mbarë, udhëtim të mirë dhe më kthy të gjithë shnosh e mirë. Është ky pushimi i parë pas fillimit të marshit nga Koliçani, jemi mbi fshatin Koliçani Epër. Tani rrugtimi vazhdon, edhe pse kjo përpjecë është sadokudo pak më e vështirë, pastaj arrin disa lehtësime, të cilët mbase deri te kroji i livatit shkaft, ku do bëjmë pushimin më të gjatë. Me që emisioni dokumentar ka të bëjë me bjeshkatarin dhe ekologjin gjithsesi. Ne do të mundohemi të gjuajmë gjithë ato është momentet më të spikatura, më interesante, më të vështira, më të mira, më të këndshme, që do jenë të prezentuara në emisionin dokumentar për bjeshkatarin. Duket se aktrimi është një sport më vete. Prapse bjeshkataria ndjell ata në natyrë, aty ku inspirimi mund të lindë gjithandej. Është një gjë fantastike që ti jesh pjesë e këtij marshi, i përgëzoi bjeshkatarët edhe u harroi 2 vjetorin dhe u bëfshin deri në përjetësi. Këtu kur vjen afër malit, pranë bjeshkës, pranë luleve, pranë gjetheve, pranë natyrës, këtu fillon ekologjia, këtu fillon edhe shoqërimi me njerëzit që duan natyrën dhe ndihesh shumë mirë sepse nuk ndihesh vetë. Një grup fantastik, ju uroj dhe juve për këtë që po e bëni. Shpresoj që fëmijët dhe të rinjtë që na shohin të na bashkohen së shpejti. Ndër shoqëritë bjeshkatare që tani është me mjaft përvojë. Radhitet SBA Prishtina. Bjeshkataria është vështirë me fillumet, kurse me rastin që fillon, masenej është vështirë të largohesh prej bjeshkatarisë. Kam për me të thash me fillu mi tregu përvojat e tona, mund të them që gjitha përvojat që i kam deri me tani
kanë lënë disa mbresa shumë të mira. Do thotë gjithmonë kanë qenë ato përvoja pozitive. Asnjëherë nuk kam pas ndonjë përvojë që më të zhgënjem nga dalja në bjeshk ose marrja me këtë hobi, siç e quajmë ne, të bjeshkatarisë. Kurse tani në Prishtinë na gëzon fakti se vetëm në Prishtinë janë të formuar 5 shoqëri. Më herët kemi qenë vetëm ne, si shoqëri bjeshkatare alpinistë e Prishtinës, tani janë 5 shoqëri, edhe të gjitha kanë aktivitete, edhe aktivitete do të thotë janë një masovizim goxha i madh i qytetarëve të Prishtinës. Çka na gëzon shumë, na gëzon fakti, pra do të thotë gjithmonë të ketë organizim të mirëfillt, do të thotë të ketë me rregullat e bjeshkatarisë. Gjithmonë të jenë në suazat rregullat e bjeshkatarisë, të kenë të dijen kush është organizatori, kush është udhëheci, kush është në mes të kolonës, kush është në fund të kolonës, do të thotë përgatitet shtegu, edhe mandej fitojnë edhe qytetarët fitojnë atë sigurinë se me të vërtetë dikush është kujdes për organizimin e një marshute. Qoftë kjo sikur kjo sotme që është masovike, qoftë edhe një marshut, edhe ajo me më të vogël marshut me 10 persona po të organizohet, duhet të para përgatitet. Marshuta është, mund me thonë, e lehtë, ecim nga dalë të gjithë, pasi që jemi një grup i madh, kështu e përcjellim një ritëm, kemi shku shumë mirë deri tash, edhe pres që do të vazhdojmë edhe ma tutje deri në maje me këtë tempo. Do një krahasim me marshuta tjera ose me vite tjera ose... Po, për mu se cila marshut është marshut në vete, është unikat. Edhe pse kam qenë para 2 viteve, tham drejten, pak mbesin kujtime, se natyra është e njëjtë gjithkund. Ka ndonjë ecje është shumë më e vështirë, mbetet në kujtim diçka është. Këto që janë të lehta, që janë të bukura, këto ecin, shkojmë tutje. Nga Shqipëria në këtë rrugtim, morën pjesë disa përfaqësues të AST nga Elbasani, të udhëhequr nga kryetari i tyre karizmatik Artur Guni. Është era e parë që marrim pjesë në këtë marsh. Është kënaqësi, në fakt ne në Maqedoni kemi ardhur disa herë, por për herë të parë vim në Shkup. A një krahasim me Bukanikon? Ajo, secila ka bukurinë e vet. Është shumë bukur, normal atje vini ju te ne dhe të dyja bukuria janë pothuajse të njëjta, me thënë drejtën, edhe nga pjesa e lartësisë, edhe nga kjo pamje që është në shesh. Dua pak të bëni një krahasim midis zhvillimit të bjeshkatarisë në Shqipëri dhe në Maqedoni. Nëse mund të bëni atë krahasim. Po, krahasimin, gjëja e parë një herë që më bëri përshtypje është sepse para 2 vjetësh kur ju e keni filluar me pak vetë, shumë pak vetë, sot për kënaqësinë time dhe kënaqësinë e të gjithëve, shohim që ka marrë një zhvillim shumë të rrjedhshëm. Brenda pak një periudhë shumë të shkurtër, është diçka që edhe ke ne ka ndodhur, se edhe ne në Elbasan në këtë përmasa si është zhvilluar sot tek ju, është zhvilluar për gati 5 vjet, jo shumë. Por di që këtu në Maqedoni edhe në Shkup ka pasur një eksperiencë të mbarshme, por jo të një shoqate shqiptare. E veçanta është sepse SHB Shkupi është një shoqat shqiptare dhe kjo është një kënaqësi në fakt e veçantë. Për ne në fakt bjeshkatarët kudo që ndodhen në Ballkan, çfarë do lloj kombësie janë bjeshkatarë. Do një përjetim i veçantë gjatë ngjitjes? Shumë bukur, organizimi i shkëlqyer, fjalë më të mira për organizatorët. Sporti bjeshkatarisë më ka filluar kështu si pasion. Kam gjitur 3 majat e Ballkanit, Olimpin, 2917 metra, Musallan 2923 dhe treta që vjen Triglava 2865 metra. Sigurisht merrem, është pasion. Ndër të tjera, përveç vetes time, kam futur në këtë lojë dhe nipin tim që s'ka mbushur akoma 5 vjet. Po dhe ai e ka pasion. Bederdini Saja ishte një udhëpërshkrues shumë i spikatur i shtigjeve në rajonin e Prizrenit dhe Mëgjer. Sot emrin e tij mban shoqëria nga Prizreni Haxhibeda. Salim Xhelani mundohet të arsyetoj veprimtarinë
e Bedreddin Isas. Beshkatarin ai I cili vetëm e pushton majën mund të përjetoj. Për shembull na vjet me beshkatarët e shoqatës beshkare ekologjike Shkupit kem në Ergjes për shembull. Ajo ka qenë një përjetim që çdo kush s'mundet në 3917 metra një prej sfidave më të mëdha për jetën për personalin tim, por edhe për të tjerë ka qenë një sfidë e madhe. Shoqata bjeshkatare ose shoqata malore Sharri, më saktë, ekziston që 13 vjet. Brenda 13 vitësh, cilat kanë qenë ato sfida që e kanë bërë që ajo shoqatë të rritet dhe të qëndrojë kaq. Bisedojmë me kryetarin e shoqatës, zoti Qerim Abasin. Më kryesore është në 26 shtator 2011, shoqata malore Sharri nga Gosivari kemi organizuar me stafin diplomatik evropian, me ambasadorët e Evropës, marshutën më të madhe në nivel republikan në shtëpinë malore Sharri në Gosivar, ku kanë marrë pjesë ambasadori Amerikës Rikerie dhe ish ambasadori Fuere I Evropës. Çdo vjet, edhe këtë vjet, shoqata malore më 22 majt organizoi marshut në nivel republikan, ku ishin të ftuar edhe misafir nga Kosova. Sot shoqata malore duhet të shkoj në Malin Sharr, sa është një marshut tradicionale, por ne vendosëm të vizitojmë se jemi për spari herë në këta viset të Maqedonisë. Çfarë përshtypje ju lan këto vizë? Shumë përshtypje edhe asnjëherë nuk mund të harrojmë. Qëllimi më kryesor është të gjithë të bashkohemi, të shohim ku jemi, rinia shqiptare, të marrë malet, pastërtia, shpëtimi është vetëm në ajrin e pastër. Një grupi bjeshkatare vetëm kanë arritur në stacionin e dytë të pushimit. Kurse pjesa tjetër ne tash afrohemi. Këtë dhe një pushim një 15 minutësh. Është momenti kur duhet dikush të pi ujë, dikush të hajë diçka, por më më rëndësi është të ndrohen kanatierët, të cilat gjatë udhëtimit janë djerësit. Gjatë qëndrimit mund të ketë ndonjë puhis të vogël e cila mund të na ftohë. Andaj të ndrojmë kanatierët, mendoj se është ndoshta ajo forma e qelluar e bjeshkatarëve. Shohim se bjeshkatarët janë të përgatitur dhe një pjesë e tyre nuk e kalojnë pushimin ulur, por e kalojnë në këmbë. Shpresoj këtu e livadhet e Kuliçanit, kjo pamje e mahnitse me lule dhe gjelbrim, sigurisht do të arrijë deri te ekranet tuaja. Ndoshta do jetë sfida e parë që do t'ju provokoj të arrini edhe ju të merrni me bjeshkatari. SHBE Shkupi ka dhe segmentin ekologjik në emrin e vet, si duket jo pa arsye, me që nga radhët e saj doli edhe Ministri I Ekologjisë Bashkim Ahmeti, tani më bjeshkatar I dëshmuar. Unë si antar më I vjetër I shoqatës bjeshkatare Shkupi, kam kënaqësinë që të gjej ndonjë ditë të lirë në kuadër të aktiviteteve të mia dhe të shijojmë bukuritë e natyrës. Gjithsesi shoqata bjeshkatare Shkupi me këtë bën një punë të madhe, përveç promovimit të bukurive natyrore, ndihmon edhe në masovizimin e këtij sporti, I cili është ndikon pozitivisht në shëndetin e njerëzve, njëkohësisht antarët e shoqatës bjeshkatare, siç e shihni edhe vetë, mbledhin edhe mbeturinat, nuk e ndotin në fakt e pastrojnë ambientin ku kalojnë, duke I shiu edhe bukuritë e natyrës, e bëjnë edhe një punë në mbrojtje të ambientit. Aty ku pushimi ishte më I gjatë ke Vilat e Kanit, organizatori I befasoi bjeshkatarët me një përballje miqësore të disa nga pelivanat e Studeniçanit. Befasia ishte edhe më e madhe për disa që për herë të parë shihnin mundjen tradicionale, kurse në ngjitje tani më ishin shumë të zhdërvjellët. Shumë e shëndetshme me dalë një ditë natyrë të ditën, plus me ecë, me shiju edhe bukuri, edhe me eksploru vendet tua, se sa me nejtë mbyllën në shtëpi, ose edhe ma keq në për kafiteri, në për tym duani, ose në vende
ku edhe janë jo të shëndetshme, edhe nuk je aktiv fizikisht edhe gjitha tjerat. Sa mund të bëjmë një krahasim midis bjeshkatarisë së zhvilluar në Perëndim, në Kosovë dhe në Maqedoni? Tash në Perëndim ko marrë pjesë në disa ekspedita, jo ndoshta edhe shumë, po nuk jemi edhe largë, se dita ditës po avancohemi për çdo herë ma tepër, kështu që edhe në mesin e shumë bjeshkatarëve, se kemi shumë bjeshkatarë, po kemi edhe individ cilit edhe po mrinë suksese të nivelit botnor. Kështu që moj me thonë që nuk jemi largë asna. Me gjitha të kushtet tona ekonomike, nuk na lejojnë bashkë gjithë shka, si kurse në Perëndim, po prapë në bjeshkatari mundesh me pak pajisje, me fillu, masane i gradualisht shkon tu pajis, tu i ble, ato pajisjet e nevojshme ma të avancume, kështu që nuk ma merr menja që është problem për secilin, s'kish me qenë problem që me fillu me umarë me këtë aktivitet. Edhe sot veç kisha dasht me veçu që të luftën e pelivanve, se kom pa në televizion, po gjallë, live nuk kom pa asnjëherë, për mu ishte shumë atraktive. Ky sport duket se nuk ka të ndalë me që bashkangjiten edhe rinia, sidomos ata që janë të moshës shumë të re. Kemi bjeshkatarën më të re mes nesh, Jonën. Jona, si të duk deri tash, kemi arrit në gjysmë të rrugës, je lodh? Po. Çka të tërhjek në natyrë më shumë? Bukuritë e natyrës. Si percepton, cilat janë ato bukuri, çfarë lulet, gjelbrimi, bjeshkët? Gjelbrimi, malet, çdo gjë që ndodhet në natyrë. Deri tani ke shku edhe në për shtigje tjera, apo është era e parë që vjen? Jo, në Kit kam marrë për herë të parë, në vende tjera kam shtitë edhe me familjen, kur kam qenë edhe më e vogël. Me mamin, sidomos, kam shku shumë shpesh në Vodno, ama nuk është, ka qenë shumë e lehtë rruga si këtu edhe. Jam lodh, pak si shumë. Po tash sa bën e pauzë, tash ke mbledh fuqit dhe prap do të vazhdosh gjithsesi. Po. Do ta rish deri në fund, deri në cak? Nuk e di, të shoh. Ngjitje të mbarë. Faleminderit. Nazmije? Mirë. Hello. Pak. A do mbrim deri në fund? Me siguri po. Një herë kam provu, shpresoj që edhe për së dyti po. Eca der. Sa që do kalosh një marshut të njëjtë, përjetimet janë të ndryshme, por gjithmonë të këndshme. Njëri nga bjeshkatarët më me përvoj, na vjen nga Presheva, është Baci Bajram, ashtu e njohin të gjithë. Një kohë të gjatë përvojën dhe atë sfidë që e ka tërhjek të jetë në bjeshk. Ja, kjo sot është për mua një dhuratë. Hera dytë është kjo që vi këtë shoqatë. Edhe e kam të këtu, këtyre kjo foto është 78-ës, kur kam qenë me bashkëtarët e Jugosllavijës. E boj këtu si simbol, ka 78-ës e emrit. Që një mesazh për të rit. Rini e shëndoshë, shfrytëzo aftësitë, shëndetin, ktheju në natyrës. Bjeshkataria është edhe djers, mund, mot i lik, nxehtësi, ftohtë. Mbase ndonjëherë të vjen të hudhësh çantën dhe të kthehesh, por kjo nuk ndodh, ose ndodh shumë rrallë. Me që ana tjetër, e cila është kënaqësia e pamjeve që mund të shihet vetëm nga lartësitë, këngët ose cecërimet e zogjve, gurgullimin e ujit, aromën dhe ngjyrën e luleve, që janë mahnitse. Gjithë këto mbipeshojnë ato të parat, andaj me bjeshkatarin mund të themi se humbim vetëm peshën, humbim toksinat dhe stresin, e fitojmë shëndetin.